Dy nga banorët më të komentuar të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti dhe Egli, kanë pasur një bisedë të thellë dhe intime, ku kanë ndarë mendimet dhe ndjenjat e tyre që shpesh i mbajnë të fshehura ndaj njëri tjetrit. Gjatë bisedës, këngëtari kosovar Gjesti ka shprehur interesin e tij për Eglin duke i thënë: "Ti çdo natë do të flesh me mua, pse e ndalon këtë gjë? Ti ka dhe shkret, pse e ndrydh veten?" I thot ai. Egli megjithatë ka mbajtur një qëndrim të qartë dhe ka theksuar se nuk mund të veprojë pa marrë pëlqimin e familjes saj, duke konsideruar këtë hap si shumë të rëndësishëm. "Pa marrë një fjalë nga familja ime nuk ka shanse të marrë përsipër çfarë më do zemra mua." Ju përgjigj Egli duke deklaruar se thellë ajo dëshiron një rikthim me Gjestin. Gjesti nga ana tjetër ka theksuar se jeta është e jotja dhe se nuk duhet të lejojë pengesat e jashtme të ndikojnë në zgjedhjet e saj. Por Egli ka kundërshtuar duke theksuar se ndonse zemra mund të dëshirojë shumë gjëra, nuk do me thënë që ato të jenë të sakta. Zemra mund të dojë shumë gjëra, por nuk janë të sakta, janë gabim, ja ktheu Egli. Por biseda ka vazhduar dhe më tej, kur Egli e ka pyetur Gjestin se çfarë ndjen kur e puth atë. "Çfarë ndjen ti kur më puth mua?" I drejtohet Egli. "Ti puth mirë, po unë a puthi mirë?" "Jo," i thot Egli. Tutje ajo e ka pyetur Gjestin nëse ka ndjenja. "Prit se ndoshta s'po e di se çfarë është ndjenja, prit," ka shtuar Gjesti në përgjigjen e tij. Pas kësaj biseda mes tyre ka vazhduar me të qeshura, duke e faktuar për fancat që mes tyre mund të lindi diçka shumë serioze.